Akrep, kjo video është për ty. Përshëndetje, unë jam Tesi dhe sot do kanalizoj një gujtë të përgjithshme mbi energjinë kolektive të shenjës së Akrepit për vitin 2026. Mos harroni që kjo është një gujtë e përgjithshme, nuk aplikohet për secilin prej jush. Nëse doni një gujtë të personalizuar, duhet më shkruani në mesazhe private. Dhe nëse kjo gujtë rezonon me ju dhe doni të suportoni punën time, keni një link në bio. Para se të kaloj tek interpretimi i letrave, duhet ju themi diçka paraprakisht. Së pari, Akrep, ju përgëzoj për maturin që ndjeva brenda jush sot. Pra ndjeva në energjinë tuaj një maturi emocionale. Unë e di që ju e keni shumë problem të lexohet energjia juaj dhe gjithmonë doni të keni atë aurën mistike, sikur çdo gjë është okay, po në brendësinë tuaj unë e ndjej, domethënë nuk e di si mendoni ju që unë nuk arrit dot të depërtoj tek energjia juaj. Njerëz, unë arrit të shikoj përtej asaj çka shikohet dhe çka lexova në energjinë tuaj, pa merak, nuk do të tregoj të gjitha sekretet, do e ruaj privatësinë tuaj. Arrita të kuptoj, pavarësisht se ju tregojeni shumë të maturuar dhe shumë të kontrolluar, po ndodh një transformim shumë i thellë në energjinë tuaj. Por ju po e menaxhoni shumë mirë dhe këtë kisha shumë nevojë ta thoja që ju përgëzoj për maturinë emocionale dhe psikologjike që po tregoni me gjithë këtë transformim shumë të thellë që po ndodh brenda jush, po shumë pak njerëz e dinë që po ju ndodh. Ju doja dilni mban. Për momentin keni një luftë të brendshme. Një luftë mbi jetese brenda jush, ku një identitet i vjetër është në një luftë me identitetin tënd të ri. Akrep, këtë vit duhet të fokusohesh totalisht, të menaxhosh situatat në jetën tënde, të gjesh një balancë, një vit të artë, një mesme të artë, midis punës dhe jetës personale, midis dashurisë dhe familjes, midis mendjes dhe zemrës, midis logjikës dhe shpirtit, midis errësirës dhe dritës. Të duhet se s'bën ti menaxhosh mirë situata që do vinë, ti peshosh të dyja anët e jetës, të mësosh të menaxhosh uljet dhe ngritjet e jetës, po me këtë maturitet që unë ndjeva sot tek energjia juaj. Të mira do vinë, po do vinë edhe të këqijat. Dhe momentalisht jeni në atë energjinë e infinitit që gjërat mbyllen, vazhdojnë dhe përsëri mbyllen. Prezenca e infinitit në jetën tuaj tregon që ka posibilitete të pafundme që gjërat të transformohen për mirë në jetën tuaj. Mjafton që ju të keni dëshirën për të lidhur me zemrën tuaj, për të bashkëpunuar me të tjerët, për të hapur dhe për të lejuar të tjerët t'ju ndihmojnë dhe ndoshta t'ju tregojnë edhe oportunitete të reja të cilat ju më përpara nuk i keni vënë re, sepse keni tendencën të jeni shumë të mbyllur. Këtë vit duhet të fokusoheni tek shërimi i emocioneve apo traumave që ju keni kaluar në të shkuarën tuaj. Duhet të gjeni një oportunitet për të pasur një këmbë në tokë e një këmbë në ujë. Çfarë do të thotë kjo? Një këmbë në tokë do të thotë që të lidheni komplet me jetën tuaj, me të mirat që kjo jetë ju ofron, të lidheni me aspektin financiar, të lidheni me aspektin të ecni në rrugën e drejtë apo në rrugën e duhur tuaj në këtë jetë. Dhe aspekti i ujit, të jemi me një këmbë në ujë, do të thotë që të lidheni me intuitën tuaj, të lidheni me emocionet e juaja dhe të gjeni një urë lidhse midis logjikës dhe emocioneve, të gjeni një urë lidhse midis vetes tuaj njerëzore dhe qenies tuaj shpirtërore. Duhet të shëroni të shkuarën sepse keni shumë bagazhe, keni shumë prezencë ujë. Dhe uji momentalisht, pra emocionet në jetën tuaj, momentalisht nuk janë të qeta, janë një dallgë e madhe që po ju mundon shpirtin.
Këtë vit është momenti që ju lidheni me strukturën, me balancet dhe punoni fort me themelet e fuqishme dhe të shëndetshme të së ardhmes tuaj, dhe është momenti që të ngrini nga fillimi, nga zero, themelet e reja të perandorisë tuaj. Kësaj here nuk ka më ferra, nuk ka më rrënjë të kalbura, nuk ka më themele që lëkunden për një erë apo për një stuhi të rastësishme. Tani është momenti të gjeni fronin tuaj në jetë, të aktivizoni energjinë mashkullore brenda jush. Merri një mesazh. Duhet të balanconi energjinë mashkullore me energjinë femërore. Energjinë femërore aktivizoni në momentin që lidheni me intuitën dhe emocionet e juaja, dhe energjinë mashkullore e aktivizoni në momentin që ju thërrisni mbrapsht fuqinë tuaj dhe lidheni me konfidencën tuaj dhe merrni veprime në bazë të intuitës dhe emocioneve të juaja. Lëreni shpirtin t'ju drejtoj dhe veprimet do i bëj energjia juaj mashkullore, aspekti juaj njerëzor. Duhet të zbrisnim me këmbë në tokë këtë vit. Të reflektoni mbi emocionet e juaja dhe mbas të reflektimeve të juaja të vini me këmbë në tokë. Hapni zemrën. Të kalojmë tek paterna që duhet të punoni dhe fokusoheni këtë vit. Momentalisht jeni në një konfuzion, jeni sigur ndodheni në mes të mjergullës dhe nuk shikoni asgjë kundi. Ja përse duhet të lidheni këtë vit me zemrën tuaj, të lejoni intuitën dhe zemrën tuaj t'ju drejtoj edhe në mjergullën më të paqartë që ekziston ndonjëherë apo ka ekzistuar ndonjëherë në jetën tuaj, sepse ju jeni duke kaluar një metamorfozë, jeni duke kaluar një transformim shumë të thellë në çdo nivel të mundshëm. Duhet ta përqafoni këtë transformim. Pra, qëllimi juaj këtë vit është të besoni veten tuaj, të besoni intuitën tuaj, të besoni atë busullën e brendshme që ju drejton në një mënyrë të pagabueshme, apo ju ka drejtuar gjithë jetën tuaj. Duhet ta besoni tani akoma dhe më shumë, edhe pse ju nuk keni qartësi. Përqafoni transformimin që po ndodh, sepse po ndodh në çdo qelizë tuaj, dhe do jetë një transformim që do ju çojë në një realitet komplet të ri që ju kurrë nuk e keni imagjinuar më përpara, dhe gjithë shëlqi është të përqafoni transformimin dhe të rridhni me këtë transformim. Ride the wave. Realisht në jetën tuaj, ose është duke ndodhur, ose do ndodhi, do vi një dallgë e madhe që do marrë me vete çdo gjë që nuk ju shërben më. Lëshojeni atë të shkuar që nuk ju nevojitet më dhe lejojeni veten tuaj të krijoni një perandori të re, të krijoni një botë të re, të krijoni një realitet të ri. Nxirrni mësime nga e shkuara, nxirrni mësime të vyer dhe lejojeni veten tuaj të rriteni. Ju jeni gati të rriteni, sepse ai maturiteti emocional që unë ndjeva në energjinë tuaj do thotë që ju jeni gati që kjo gjë të ndodhi, që ky transformim të ndodhi. Ju jeni gati që kjo dallgë e madhe të vinë në jetën tuaj dhe të marrë me vete çdo gjë që nuk ju përket dhe t'ju krijoj hapësirë për një realitet të ri. Dhe dalim te mesazhi i fundit, se mezi po prisni që të mbaroj. Ja, mbarova, mesazhi i fundit është kjo karta. Shpirti juaj ka një mesazh për ju. Queen Ja Asanteva. Level up. Ka ardhur momenti Akrep të dilni, të kërceni, të bëni një kërcim hyjnor në nivelin e radhës. Ka ardhur momenti të bëni një quantum jump, të besoni tek vetja juaj, tek aftësitë e juaja, të besoni tek ajo busulla që keni brenda jush, tek intuita juaj, dhe të kërkoni sa më shumë standarde të larta për dashurinë, për punën, për jetën në përgjithësi, të keni standarde të larta për veten tuaj, për partnerët e juaj, për familjen tuaj, për çdo gjë. Ka ardhur momenti të kërkoni më shumë, të kërkoni më të mirën, sepse e meritoni. Viti 2026 për ju është një transformim i thellë për të vetmin qëllim që ju
të ngriheni në një nivel më lart në çdo aspekt të jetës tuaj. Po çështja është, a jeni ju gati të kërkoni më të mirën apo do qëndroni në zonën e rahatis ku jeni tani? Rahat nuk jeni, por ndonjëherë njeriu krijon dhe rehati dhe tek gjërat e pakëndshme. Ju çfarë doni të bëni? Doni të jeni rehat në një realitet të pakëndshëm, apo doni të sikletoseni pak në fillim edhe më pas të kaloni, të kapërceni tek realiteti juaj më i mirë, një realitet ku ju jeni më në harmoni, më në balans dhe gjërat rrjedhin më natyrshëm dhe më lehtëshëm për ju. Unë uroj që ky transformim të jetë sa më i përqafueshëm nga ana juaj dhe uroj që ky niveli i ri apo e ardhmja juaj të jetë aq brillante sa ju të hapni edhe zemrën dhe të lejoni edhe botën të hyjë brenda në zemrën tuaj magjike. Ju uroj një fundjavë. Uroj një vit të mbar dhe do shihemi në kujtat e radhës. Paçi.